Kultura tradicionale e fitnessit ka dek. Ka ardhur koha e fitnessit modern e industria don me shku veç tu rrit. Fitnessi tradicional ka dole pe hub qendrën e vëmendjes. Njerëz s'po dojnë me ushtru mo veç mo dok mirë, po edhe për mu kon ma funksional. Jo se mo dok mirë është diçka e keqe, po nuk është mo fokusi kryesor. Ka nis mu kry ajo koha e reklamave, bënu gati për verë ose hajde me hub pesh. Njerëzve s'piu intereson mo fort pamja sa performanca. Femnat ka nis me çu pesha për një me, ju veç me hyp në për troka edhe me kry me qaq. Plus që entuziazmi me qenë i shëndetshëm ka fillu mu bu diçka sociale. Njerëz po e shtyjnë një tjetrin përpara edhe po hapen më shumë evente ose grupe sportive që motivi me qenë në nivel. E përveç kësaj, njerëz s'po dojnë më veç me jetu ma gjatë, po edhe me qenë më të fortë për gjatë plakjes. Me ecë normal, me pas më shumë energji, mos me pas nevojë me ju kry këtë punë dikush. E çka don më bëu më shumë me kulturën e fitnessit në të ardhmen, metët me u pa. Po nejse, ti për me pa më shumë video si kjo, bëni follow Urban FM këtë platformat sociale, se dhe subscribe në YouTube.